SPAK-i ka komunikuar akuzën si dyshuar për shkelje të barazisë në tender kryebashkiaku të Kolonjës Erion Isai, i cili është parë të dalë nga dyert e SPAK-ut disa herë. Procedimi penal lidhet me një tender me vlerë gati 3 milion lek, punimet e kryera dhe mbikëqyrjen e ujësjellësit e Kozelit. Nga hetimet po ashtu ka rezultuar se para 2 vitesh, tetor 2023, Bashkia e Kolonjës zhvilloi një tender me vlerë 202.000 euro për rindërtimin e digës së rezervuarit të Gjonçit dhe ndërtimin e pritave malore në fshatrat e Bashkisë Kolonjë. Fituesi i tenderit u shpall një muaj më vonë, më 14 nëntor. Ai ishte bashkimi i kompanive mes Rehovarit dhe B93-2. Kontrata u lidh më 6 dhjetor të atij viti, ku parashikohej se afati për kryerjen e punimeve do të ishte 4 muaj. 3 javë pas lidhjes së kontratës, bashkia kreu pagesën e plot prej 210.000 eurosh kompanisë Rehovari për tenderin e rindërtimit të digës. Rehovari SHPK është një kompani e themeluar në vitin 2017 nga Spiro Zoto. Një javë para zhvillimit të tenderit për rezervuarin e Gjonçit, kompania ndroi pronar. Spiro Zoto ja dhuroi 100% të aksioneve shtetasit e Ulion Hasko. Sipas një kallëzimi të bërë në SPAK, këto ndryshime ishin të lidhura me një fakt tjetër. Spiro Zoto ishte emëruar nga Isai si administrator i njësisë Qendër Kolonjë. Ulion Hasko ishte kryeplaku i starjes në Kolonjë. Së bashku me Isai u është komunikuar e njëjta vepër edhe 6 punonjësve të njësisë së prokurimeve në këtë bashki. Erion Isai ishte në SPAK të martën, ku dhe i është njoftuar mbyllja e hetimeve dhe akuza nga një hetuese e BKH-s. Isai i thirrur më herët dhe i pyetur nga kjo prokuroria ka hedhur poshtë akuzën duke insistuar se nuk ka kryer vepër as ai dhe as varësit e prokurimeve dhe se investimi është kryer me vlerë favorizuese për shtetin.